Jam diplomuar me notën 10 në shkenca komunikimi dhe gazetari. Jam 22 vjeç. Jam një nga zërat më të rinj të nismës Shqipëria bëhet. Kur vendosa të përfshihesha në këtë rrugtim, pyetja e parë që i bëra vetes ishte: a jam unë mjaftueshëm e pjekur për të qenë pjesë e këtij misioni kaq të madh? Kjo sepse jam rritur duke parë një politik të ngrirë në kohë, ku figurat nuk ndryshojnë, po vetëm plaken. U rrita me një realitet ku politika nuk të pyet për iden, po të pyet për mbiemrin edhe për lidhjet që ke. Unë nuk kam pushtet apo pasuri, po kam atë që i ka munguar politikës shqiptare për kaq shumë vjet. Kam ndershmërinë dhe guximin për të thënë të vërtetën. Për gjatë një viti kam takuar mira qytetarë, një pjesë të cilëve pasi më dëgjonin më thoshnin: bëjeni Shqipërinë për ju të rinjt, se neve na iku mosha. Po unë ju them sot atyre burrave dhe grave: jo, ne do ta bëjmë Shqipërinë edhe për ju. Ne do ta bëjmë Shqipërinë për ju që keni sakrifikuar kaq shumë për ne, në një vend ku mjerimi ka hedhur rrënjë. Ndaj sot, nga zemra ime, si bi edukatit dhe e Vlorës, kam një thirrje për ju: bëuni guximtar. Bëuni guximtar siç i ka hije këtij vendi dhe votoni për ata që nuk kanë hyrë në politikë për të marrë, po për t'i dhënë shumë asaj. Votoni për Shqipëria bëhet, sepse të ardhmen e sjellin ata që guxojnë të ngrihen kundër rrymës, jo ata që treten në të. Faleminderit.